Marina Boçi dhe jam 12 vjeç. Tani, shumë nga ju mundeni t'jeni duke menduar se jam shumë e vogël që të qëndroj këtu para jush. Mundet t'jetë e vërtet, po nuk jam aq e vogël sa të mos kuptoj gjëra që po ndodhin rreth rrotull meje. Se si kjo tokë, për të cilën ka luftuar paraardhësit tanë me vite të tëra, po shitet pa dymendje. Jam 12 vjeç, dua të ndëroj për shkollën time dhe dua të plotësoj ëndrat e mia. Po shumë e vështirë për mua, sepse po mendoj për të gjitha gjërat që po ndodhin që po shqetësojnë familjen time dhe shumë familje të tjera shqiptare. Shikoj të rinj, të cilët janë të stresuar për situatën e tyre ekonomike, të moshuar me lop në sy për mallin për fëmijët e tyre, për situatën e tyre ekonomike dhe vështirësinë mjekësore. Më vjen shumë keq kur shoh motrën time ekselente bashkë me babain tim që duan të shkojnë jashtë shtetit për një jetesë më të mirë. Unë e dua Shqipërinë dhe dua të kem një jetesë këtu. Dua shumë që unë të kem një shkollim këtu, prindrit e mi një punë dhe të ndëroj si gjithë moshatarët e mi jashtë shtetit. Sepse shikoni pak rreth rrotull jush, shikoni pak tër moshat e ndryshme që keni rreth rrotull. Ne sot jemi fëmijët e këtij vendi, po nuk jemi vetëm fëmijët e këtij vendi, jemi e ardhmja e Shqipërisë. Na jep një arsye të qëndrojmë, të mësojmë dhe të ndërojmë në këtë vend, pa pasur frikën se do të na dëbojnë nga vendi jonë. Unë kaq kisha për të thënë, dhe mendimin tim do e mbaj gjithmonë fort, dhe se kam shumë njerëz që më thonë që duhet kem frikë të dal këtu para. Jo, nuk do kem frikë, se frika